Po. Si kam, si ajo një. Si, mira, zonë shumë. Si gjithherë. Ju fanoj shumë. Vetëm me kërkesë kisha. Pa tjetër. Se ti e kryeministri jonë. Kruin e ka shkatru. Institucion nuk ka. Prokuri, gjokat, hipotek e kanë marru. Të gjitha do kthehen. Të gjitha do të rikthehen. Absolutisht, në Kruj dhe kudo që kanë qenë. Institucionet do të rikthehen. Ka punu me ty dhe e di si kush jetë. Falenderoj shumë. Edhe ty. Po. Qenazo, doktor, Nxen Hoxhës, ish kryetari. Po i shpesh, që të kam? Si, mirë, faleminderit. Zonë shumë që ta kam. Do fitojmë se s'do. Të lumt, bravo. Hajde, mirë se vjen. Bravo. Super. Mirë. Si u shkojnë punët? Shumë do. Do. Zero. S'ka si bestim. Vetëm mosha 60 vjeç të gjithë si kesh shumë punë. Po. Kam marrë veni totalisht. 19 vjetër do shtim punë. Totalisht kam marrë veni. Po të bëni kthesë, do të mojmë rrugët e hiqen në më mirë. Ne do të bëjmë gjithçka që kjo gjendje të ndryshojë. Edhe të ndryshoj. Jam me ju e nuk bëhet fjalë. Unë jam shumë mirënjohës, por edhe unë ju garantoj ju dhe të gjitha bizneset e vogla dhe bizneset tjera se ne do bëjmë gjithçka për klimën më miqësore, më të favorshme për suksesin e tyre. Dhe kjo është plotësisht e mundshme. Ne do ulirojmë nga çdo lloj barre tepërt fiskale. Ne do bëjmë gjithçka të nxisim prodhimin. Nxitja e prodhimit është ndryshim situate. Do të rrisim pensionet, do rrisim rrogat, rritet fuqia blerëse. Vetëm ulja e tatim fitimit nga 13 në 10% në rroga, rrit automatikisht rrogën 13% të gjithë atyre që e paguajnë. Pra, ne kemi një plan shumë të mirë. Jam shumë i kënaqur. Të gjithë mirë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Si kërkesë për kohë prapë. Patjetër. Po aman më ka. Bravo. Hajde shpejt. A të të bëj foto? Po, jo se. Po, pastaj. Si e doktor? Po shtes. Shumë mirë. Edhe ju. Po shamiri nuk e di çfarë e qesh. Ishte cigare. Alo, mirë. Faleminderit shumë. Do fitojmë. Do fitoj, bravo. Bravo Mari. Mirdita. Shëndetje. Si jeni? Mirë. Si shkoni? Mirë. Si u ecën? Mirë.
do bëjmë të eci ma mirë. Do letësojmë. Do ulim shimin e energjisë në 6 lek, nga 18 që pagoni sot. Çfarë është sipërfaqe publike do ulet 5 herë të paktën, 5 herë që ja u jep bashkia. Uji do përgjysmohet. Tavani për TVSH do rritet. Nuk do jetë 100.000, po do jetë 180.000. Tavani për tatim fitimin do t'jetë jo 120.000, po 180.000. Pra, ne do bëjmë gjithçka për një frymarrje më të madhe për ju. Dhe ju mbeten lek më shumë, e zgjeroni biznesin, punësoni më shumë. Me 11 maj, shpresoj që të votoni për këtë program i cili është interesi më i mirë i juaj. Pensionet nuk do ketë pensionin në 200 euro, të tjera do rriten me 20%. Rrogë minimale në 500 euro nuk do ketë. Pra, do të japim një fillim të fuqishëm, të ri, duke e luftuar varfrinë e skajshme. Miru pafshim. Po tjetër. Kur ta lejnë do rregullojmë me 20.000. Kalofshi mirë. Faleminderit shumë, edhe ju. Shumë faleminderit. Është kënaqësi është brenda. Me shumë kënaqësi. Si jeni? Mirë. Ju dhe mirë? Si shkon? Si u ecën? Mirë. Zotë dhënë të shnetë herë. Edhe ju. Dhe parë, edhe inshallah fitoni. Do fitojmë. Inshallah riktheheni. Do fitojmë. Dhe i sigurt që ne do bëjmë gjithçka për suksesin e biznesit. Rrofsh. Do ulim energjinë në 6 lek, e pagoni 18 sot, do përgjysmojmë tarifën e ujit, do përgjysmojmë hapësirat publike, jo do ulim shumë hapësirën publike, do vendosim pensionin minimal 200 euro, do vendosim rrogën minimale 500 euro. Atëherë ne si qytetar të Krujës ja dum diçka për Krujën personalisht, çfarë për Krujën, rrugën Krujë-Tiranë, rrugën Krujë-Tiranë, nxitja e bizneseve që zgjerojnë dhe të punësojnë, sepse të rritë duan punë. Patjetër. Të rritë duan punë. Tërheqja e industrive këtu fasonet me zi jetojnë sot. Një popull pa të ri ka marrë fund. Po. Kështu që do bëjmë gjithçka të kthehen ata që na ikën, duke u dhënë të drejtën e investimit 5 vite pa taksa. Do bëjmë gjithçka që çiftet e reja t'jenë me 3 fëmijë dhe fëmijën e tretë do ta paguajë shteti nga linja gjerë në 23 vjeç. Dhe kjo është një politikë që e kanë përdorur me sukses vendet tjera. Do bëjmë për fëmijën e dytë, fëmijën e parë dhe dytë do japim bonuse 70 dhe 60 euro. Pra, do bëjmë e ke shumë të drejtë shqetësimin. Themelor ajo që thoni ju është. Ne këtu në Krujë presim vetëm majin edhe deri në shtator dhe pastaj çdo gjë mbyllet. Ky është problemi e shkretoj Shqipërinë. E shkretoj Shqipërinë. Ky është shkretimi i vendit. Por ne realitetin e ke të drejtë shumë. E ke drejtë shumë. E ke shumë të drejtë, por ky realitet do ta ndryshojmë me të sigurt për këtë. Po. Të garantoj që qëllimi ynë numër 1 është pikërisht ndryshimi i këtij realiteti. Sot ne jemi, a disa jemi sot, sa që kemi qenë në vitin 1960. Me këtë dhe më falë, edhe e dyta, që ta dish. Gjerë në vitin 2013, Shqipëria u rrit nga 2007, gjerë në 2013 Shqipëria u rrit nga vit numër popullate. Nga 2014 e këtej, filloi rënja vertik. Bashorti im ka ikë me 90-ën, ambasada, vetëm 17 vjeç. Edhe ne jemi kthy në 98-ën. Në fund të 98-ës dhe nga 99-a kemi këtë biznes.
Nuk mund të them që është gjithmonë rritje, mund të them që është gjithmonë ulje. Po, sepse ullin fuqia blerëse, po ull fuqia blerëse, fal. Pak para po të regoja. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe gjërave bazë dhe mos rritja e rrogave dhe pensioneve ka ullë në mënyrë dramatike fuqinë blerëse të njerëzve. Kjo është shkaku. Sepse primare është ushqimi normalisht. Ne jemi dhe largimi i njerëzve nga Shqipëria. Turoj vetëm shëndet. Shumë faleminderit. Edhe fat këtë përshtatje. Faleminderit shumë. Nesër, po. Qoj dikush që do të me i premtu një stadium me përmen që të rëndohen. Po. Kam shumë mesazh. Patjetër. Jam më të bukur se ju s'kam padoj. Profesor Liberisha! Maja profesor ta bëjmë foto bashkë. Ma tjetër. Profesor se kena. Pa tjetër. Unë qom Abbas Berhami. Abbas Berhami. Abbas Berhami, po Abbas. Jam sultan. Kam bo 13 vjet burg politik. Kur ke qenë herën e parë në pushtet, ke thonë do të shpërblej të gjithë burgosën publik si mas ligjit. Po. Njëllën pa shpërblyj. Gjithë shqiptarët nesë kena qenë burg politik. Kena qitë pirit e bakër, në spaq, në qaf barë kudo. Ti paka shumë nuk do t'i përmen, me këtë hoxhat e tropoj që kam me hakimin gjithë kam pasën burg politik. Me Eliazë, me Demushe, me gjithë. Nuk pa të përmen tjetës, s'kena e lutë gjitha. Kur të prëntësh, nuk thonë as si të i plëtësh 100%, pës pak ti 50% shqiptarëve t'ja plëtësh. Prit. Do të ngjoj. Jo, të flas dëgjoj. Do të ngjoj sa. Tani. Çfarë është bërë? Spari është e vërtet që nuk janë kompensuar plotësisht. Por, prit. Por Do të ngjuh. janë shpërnda lek privatizimi 20 miliard lek. Janë dhënë banesa, se tash unë po. Janë dhënë banesa 2100 banesa. Prit. Vazhdoj me tutje, po. Janë dhënë 21.000 bursa dhe drejta studimi. 3. Me diskriminim pozitiv, e kam fjalën. Janë vendos pensione mesatare, 4. 5. Burgosit politik as i gjos kanë marrë burgos politik. Kanë marrë një lloj si me plumfer. Mirë, të flasë, po. Në vitin 2006, me të burgosërit politik, arritëm një marrëveshje, themun, shumë të rëndësishme. Cila që marrëveshja? Për kompensimin e çdo dite, dëmshpërblimin me 18.6 euro ditën. Me larta e bërkun. Dhe u fillue. U dha transhi i parë. U dha transhi i dytë. Letër me vlerë, më shumë. Jo, lek. Jo, në këtë në 2006, prit një minutë. Në 2006 e këtej asnjë letër me vlerë. Letrat me vlerë u dhanë 96. 95-96. Po, ato po themun po. Ato letra me vlerë u quajtën lek privatizimi. Edhe shumë i blenë gjëra, nuk u se s'blenë, por nese. Tani, bam këtë marrëveshje. Sipas kësaj marrëveshje, në vitin 2016, të përndjekurit politik duhet të kishin marrë çdo lloj detyrimi. 2016.
Ne humbëm zgjedhjen 2013, do kthehemi në 2025 dhe brenda 4 viteve në mënyrë absolute do të shlyejmë çdo detyrim ndaj tyre. Kjo është, pra, nuk është heq kur nga qendra e vëmendjes, është bërë përpjekje shumë e madhe, nuk është arrit për një herë, ta thënë, por në 2006, se tani, një minutë. Tani, 8 në 2006 u vendos një normë që nuk ekzistonte kur. Ajo rriti faturën. 18.6 euro dita e burgut, e rriti faturën. Ne ba mirë, nuk jam... Po, nuk po, e tjerë. Tani, ajo që mund them unë, këte 4 vjetërar që vjen, Partia Demokratike në pushtet ka 2 përparësi absolute. Të përndjekujt politik... Deputetet? Ja ku është deputet, ja ku i kemi edhe tjetër. Ja ku janë deputet të Krujës. Unë nuk votoj. Për ty do votoj. Bravo. A më kupto? Për ty do votoj. Unë nuk votoj. Se asit mirë më bërë. Të shi do të themi Jo, atë mos e thuj atë. Ja, do të themi lafet. Jo, sa dhe këtë që themi janë vërteta. Do të më të jesh një. E vunë e lull bashën, kryetar partije. I minut, unë ja kam thonë të mes pazarit. E di gjithë kërë, e kemë televizor. I thash, te i fote shqiptar të më grevë. I shite për i majtë 3 mu i shite për i grevë. Mashtroj. Tha, nuk mashtroj. Pse i vogël thash jetë me të mashtru. A basta, tja fjale më ka thonë dore që se mashtro kush mo. E keni padra ju për televizor. Unë ja kam thonë mes pazarit Krujës. E keni foto. E kupto? Unë ja kam thonë mes pazarit Krujës. Unë kam ati si të më thëmë faqe. Unë tash, unë kam për 13 vjetë për burë politik, kam jetu me çdo njëri, edhe me ata si kanë qenë shumë bë shkollë. Bravo. Me gjithate, edhe njërë, cila është e vërteta? E vërteta është që përpjekje janë bërë, nuk është realizuar plotësisht, do realizohet plotësisht. Për këtë të garantoj. Ti goç, inshallah me sukseset e. 2 gjona. Doktor Taber, vetëm pak lutem. Tani kjo goca, kjo ka nevojë që jo vetëm votën tënde, po të sjellësh edhe të tjerë votojnë. Unë sjell për të do të sjell, se Po, unë bravo. Ne do jemi krah për ju. Ah, shumë mirë. Pa tjetër. Faleminderit. Hajde bëmi rest. Hajde spejt. Na bëj foto janë. Ujnë. Dilane. Maturantët e Krujës. Hiqet mesatarja. Do ta hiq. Hiqet mesatarja, e mort vesh. Garantoj maturantët e Krujës e gjithë Shqipërisë se mesatarë çdo ketë ma. Jo. A të bënë një foto. Po. A të da një bëjë një telefon. Po, shpet. Hajde, ma shumë. Hajde, mirë. Hajde ta ngome foto bosh, në sale. Ja, shpet. Aktor. Faleminderit. Tash edhe këta janë maturantë që ata shumë të poezin du se këtë dëshirë me foto atje për e vërdim. Dhe në maturantë. Hajde quna se ju erdë rala. Hajde. Foto me doktorin quna me një. Ju erdë rala. Si një djem. Hajde. Hajde shpejt. Dil më larg. Ore. Klas. Jo. Ka vishë në të të qypo, shama. Jo klas ta. Bëna një foto me doktorin. Jurgen. Jurgen, ma bëj fotos. Me apo një foto. Do të më pak të të rëshirë. Desë rëshirë. Dërse gjithë. Këtu, doktor këtu. Mirë se gjitha. Si jeni? Hajde një mirë. Kjo është një mirë, kjo është shtëpi i zonjave shqiptare. Gjithë ato shqiptare. Këtu punon zonja ime. Një punim që ka po vetë në dorën e vetë. Shqiponja është simbol që bashkon gjithë trojët shqiptare. Dhe do zoti do vjeni ditë që me mençuri, me urtësi dhe ndërtojmë një sistem demokratik.
Unë e kam ëndër sepse Shqipëria në të drejtën nuk ka pas njëherë shtet tamam %. Zoti ja ka dhënë gjitha, do Zoti do merremi vesh gjithë që ndërtojmë një tasmë për fëmijët tonë. Tani ne do bëjmë gjithçka. E di më tonë të heqim të keqe që na ka zënë, sepse para zgjithash kjo po I përzën shqiptarët nga Shqipëria. Në kuptimin e asaj që djerë në vitin 2013 nga 2007 në 2014 numri shqiptarëve në Shqipëri po rrite çdo vit. Jo rritje të madhe, po rritje. Kurse nga 2014 gjerë sot, gjerë në 2023, sipas entit Europian të Statistikës, vetëm nga kjo periudhë në hapësirën e Bashkimit Evropian kanë emigruar 1.099.000 shqiptarë. Ka 5 vite që Shqipëri, jo, ka 7 vite, që 6 vite që në Shqipëri lindin më pak se sa vdesin. Ne jemi dëshmitar të kësaj gjëje. Pranaj dhe Por unë ndërroj që ne të ndërtojmë një tasë në urtësi, të mojmë njerëz të mençëm, se nuk po dim t'i tregojmë fëmijëve çfarë ka Shqipëria që ka beku Zotin në gjitha gjanat. Në fakt Shqipëria është e bekur. Ti bashkojmë bashk, sepse nuk po I tregojmë se si ndërtohet, si jetohet në Krujë. Në fakt ke të drejtë. Ke të drejtë. Se largimi I njerëzve çfarë tregon? Tregon se s'kan shpresë. Tregon se s'mund të jetojnë. Pra, tregon se kushtet bazë elementare për të jetuar në Krujë, për të jetuar në Shqipëri, dikush I dëmton, dikush I rënon. Dhe në qoftë se kjo ndryshohet me votë. Patjetër votën për. Vota duhet të bëjë ndryshimin. Dhe u garantoj që 4 vitet që vinë, ne kemi një program transformues për Shqipërinë. Besojmë doktor, po unë jam skeptik tek mënyra se si mund ta ndërtojmë Shqipërinë. Mirë. Po ne do ndërtojmë. Unë jam skeptik. Patjetër kam besim Zoti ta bëf marr. Shumë faleminderit. Por vetëm mundësia dhe Bashkimi Shqiptarëve duke pyet njerëz të mençëm si ndërtohet me fakte konkrete. Një hap po bëhet, në Bashkimin e Shqiptarëve u bë një hap I madh votimi. Sepse bota Votimi I diasporës është një moment historik. Partia Demokratike do të përfshi në qeverinë e saj element të shqyrë të diasporës. Do bëj gjithçka që kombit të paraqitet I bashkuar. Qytetarët, njerëzit që kërkojnë të punojnë, të jetojnë me djersën e tyne, I keni këtë kohë. Aty punojnë nusja ime. Dhe thash, kjo është bëm nga durët e nusës time, aty në vegën. I lumt, punë e bukur shumë. Dhe jetojmë pra në Krujt, jetojmë në Shkam dhe jetesën, dhe ne këtë duhem njerëz që të na udhëheqin. Patjetër. Ju po. Na bëj. Përshëndes. Edhe të rëshnet. Edhe unë ty. Edhe je djatë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Hola. How are you? Great. Si jeni? Mirë. Shumë të mirë. Të lumshim dur. Shumë bukur. Faleminderit.
Edhe zotnia këtu. Përshëndes. 100 vjeç. Si je? Me krahasit madhe. Shumë Si shkon? mirë, boll. Shumë mirë. Ma mirë s'ka. Që na punu, sepse këtu këne në pazar në kryes ka shumë turista. Ka turist. Edhe dimit ka pas turista sa dhe jashtë. Shumë, Tash inshallah bën binde më shumë. Shumë mirë. Për mu, gjithmonë që jenë me mu edhe me ju, edhe për mu bësh 100 vjeç. E u të falënoj Unë më nuk jam shumë. një dhurat, herojt tonë kombëtar, gjithë ka qoftë Shëndëreu. E u të falënoj shumë për këtë dhuratë të mbetet fuzim i përjetës qytetarëve. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ne do përpiqem ta lehtësojmë, tulim çmimin e energjisë në 6 lekë, të përgjysmojmë ujin e pishëm. Bashkia të mos mund vendos kur më shumë se 1% të xhiros taksa, Kjo është gjë e mirë shumë. pa diskutim, sepse këta lëshohen si pa mbi taksa, dhe tavanet për tatim fitimin do shkojnë 180.000 euro, xhiroja, Kuptoj. mbi 180.000 euro do më thënë, po kështu dhe për të vëshën mbi 180.000 euro. Besoj se kjo i hap një hapësirë më të madhe biznesit vogël. Ne duam një klim sa më miqësore për biznesin, që biznesi të mund të investojë, të mund të zgjerohet, të mund të punsojë. Shumë faleminderit. 100 vjeç. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Do ja u bundurat zotria më parë. Shumë faleminderit thuj. Punuar artizanale. Zonja e vogël. Si jeni? Faleminderit. Mirë se gjaj. A je mirë? Mirë. Gëzohem që Ju si shkoni? Mirë. Edhe unë gëzohem që Inshallah do të takoj. bëna më mirë. Pa diskutim do bëj më mirë. Dhe do bëj më mirë. Do të bëj më mirë. Masi, Madhështore, jo thjesht më mirë. Po, është burr me thënë drejtën. masi ne do bëjmë gjithçka për t'u lehtësuar. Faleminderit. Qofsh mirë. Sepse lehtësimi juaj do thot mundësi më e madhe zgjedhjet të biznesit, mundësi më e madhe shtimit prodhimit, mundësi më e madhe punësimi, kështu që energjinë do e ulim në 6 lekë, faturën, po, e sigurt, faturën e ujit do e përgjysmojmë, to tarifa tjera do ulen në mënyrë drastike, bashkia nuk do mund vendos kur më shumë se 1% të xhiros ndaj bizneseve, se bashkit janë të apasionuar shumë mas taksave, se i shnojnë e kupton vetë, dhe do vendosim pensioni minimal 200 euro. Po. 3 muajt e parë kjo ndodh. Ta garantoj këtu 3 muajt e parë. Edhe unë do të besoj. Po. Do vendosim Inshallah do takona prapë më vonë. kartën e konsumatorit, që të gjithë rrogultit dhe pensionistët do i marrin ushqimet me 20% më lirë. Inshallah se unë jam pensioniste. Edhe do i marrësh, edhe ti do përfitosh nga kjo pra. Faleminderit shumë. Qofsh mirë, suksese. Faleminderit. Gjithë mirë. Doktor, dy francezë që du me u përshnet. Dy zotni. Kush? Një zonjë dhe një zotni francezë. Patjetër. Doktor. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Berichard. Bien ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes venu ici pour... Nous sommes ici, c'est notre 3e voyage en Albanie. Très bien. C'est un très très beau pays. Ouais. Nous aimons beaucoup l'Albanie. Ce que je voudrais dire, c'est que nous souhaitons que l'Albanie rentre dans l'Union européenne le plus rapidement possible. Vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord, on fera tous pour que ce pays marche vers l'Union européenne d'une manière digne, en mettant tous les critères, remplissant tous les critères et les standards nécessaires pour cet processus. Un processus digne. Nous pensons que le tourisme est une grande chance pour l'Albanie. Oui, c'est absolument vrai.
est une chance extraordinaire, mais l'Albanie de l'autre côté a une potentiel extraordinaire pour produire tout. C'est un pays très très riche dans tout aspect. Elle a des réserves mondiales minéraux, elle a du pétrole. L'Albanie a une terre bien fertile, pleine d'eau. Donc, Made in Albania, c'est notre motto pour produire. Est-ce que vous comptez améliorer les infrastructures routières dans le pays? Entièrement. Nous avons trouvé qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Absolument. On va renouveler l'infrastructure entière. Très bonne journée. Merci à vous également. Très bonne journée, madame. Gëzohem shumë. Ka mundësi me djalin. Jo, bëf zoti morë. Një serve. Foto. Si shkollë? Mirë. Jo mirë? Mirë, si të ecën? Me ditë. Si mas periudhave, si mas kohës, periudha me që punojmë nga maj deri në qershor. Kjo është babim. Zohem shumë, si shkollë? Mirë. Shëqyri zotit. Kërkojmë lehtësira, normalisht kërkojmë rrugën Kruj-Tiranë, që është një premtim e bërë nga 33 vite tranzicion. Kërkojmë një mbështetje për artizanët, sepse mama ime është prodhon kostume popullore. Me një ndihmuar grande për hapur një shkollë profesionale për të mbështet shëndetësisë artizanit, edhe unë sugjeroj dhe një teleferik nga Kalaja në Sari Salltik, edhe ana Sjellës. Tani, spari për biznesin tuaj këtu. Çfarë do bëjmë ne? Çmimin e energjisë do ta ulim në 18-6 lekë. Çmimin e ujit, tarifën e ujit do e përgjysmojmë. Në qoftë se paguani hapësirë publike, do ulet me 5 herë. Bashkia nuk do mund vendos taksa ose tarifa që te i kalojnë në total 1% e xhiros. Absolutisht rruga Kruj-Tiranë jetë një përparësi e cila do përfundoj vitin e parë të mandatit. Këtë kërkojmë. Pa diskutim. Do përfundoj vitin e parë të mandatit. Dikur garantoj se do studioj me specialistë, unë nuk jam në atë i fushë, me gjitha potencialet edhe teleferiku që thuaj. Kruja është madhështore. Meriton që qytetarët e saj të jetojnë në Krujën madhështore, si qytetarët e tjerë. Kruja madhështore të jetë. Patjetër. Tonim shëndet. Unë kam bërë një dhuratë. Nga mamaja, një lek dhe në partizanat. Storë që Prit. Tani duhet mirë ta isha gjaketën ditë ma mirë kjo punë, po tani s'ka gjë se u bënë ato, u bëj fiksuat, u fiksuat ju. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të në dhuratë. Edhe ja, një legu. Dy banë shumë, dy. Të në dhuratë për doktorin. Shumë faleminderit. Jo, mund ta maqë vesh. Faleminderit. Doktor, zot një jam Silla t'je lek njërë se më thamë ta maj vesh. Do t'ja plotsoj dëshirën.
Të përshlesh. Gjavat Nori në Shiagu, i Gjavat. të përru nga ju, pishtar dhe Shumë që të sa takoj. për të uru, suksese, Shumë faleminderit. suksese, e suksese jetë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Gëzohem që të takoj. Ashtu kja. Faleminderit dhe ju. Ha. Ma po të marë. Doktor, dhe Bjella këtë është më e tamam, ti bëjmë tamam. Ma tjetëm. Hajde. pa tjetër. Pak ma vonë. Pa tjetër, shpejt. Drejt. Nel. Si e? Si shkona, e mirë? Si të ecë? Do bëjmë gjithë shka që të ecë më mirë. Po, do të letësojmë nga të gjitha bartë e tepërta, tarifat e shtrejta. Zonja. Si e? Mirë, si të kam? A je mirë? Jo mirë. Si të ecë? Hajde, përta. Si ke kanë? Evo, kam shumë klasi që të takoj, të fanori shumë. Shumë Gëzohem, gëzohem. Unë jam nana ti Çunit, që dërëk të Jelekon dhe i kam punu shumë bukur, i kam punu vetë. Punë të shkëlqyrë, të fanori shumë, shumë Faleminderit. faleminderit. Fala mi Banelirijës, Shumë faleminderit. inshallah fitore. Fitore, fitore. Po atjet, po shpejt, po i shpejt, ka shpejt. Ada me të djemësh. Pyjtë të bëjnë foto me këta. Dhe në dhe ti pa këtë i ashtu. Unë me elekti me qelet. Doktora, po ju 2 minuta dhe këtu? Të më hapa pak, O mirë se na erdhe kapetan. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Me kom të marrë inshallah. Faleminderit, shihni. Me ndryshim të madh, mirë. Si kam? Me ndryshim të madh. Me ndryshim të madh. Pa diskutim. Me kom të marrë. Ajni mirë. Mirë jemi. Mirë, gëzojmë shëndet. Shoqëri si gëzon shëndet. Po gëzove ti Faleminderit shumë. shëndet, po gëzove ti shëndet, do të gëzoj gjithë demokracia shëndet plot. Kemi besim shumë të madh tek ti. Shumë faleminderit për ju. Jam shumë mirënjohës dhe 11 maj do të jetë dita jonë, do të jetë ndarja nga e keqja e madhe që i ka dhënë këtij vendi dhe një fillim tjetër i madh. Inshallah. Një ardhme për rinin, për çunin, për Gjithçka për te. Vetë për rinin,